Përshëndetje të gjithëve. Vetëm 3 përbërës do ketë receta e ditës së sotme. Oriz, spinaq dhe pana. Është një burani që përgatitet shpejt dhe të kënaq me shijen. Filloj me përgatitjen. Kam përgati përbërësit më parë. Këtu kam 1 kg spinaq, këtu janë 4 qep të njoma. Në fillim presim qep të njoma, spinaqi është i përgati. Bashkë me qepët unë do gri edhe 2 thelpinj hudhër. I vendosim në tenxhere duke i shtuar 4-5 lugë të gjellës vaj ulliri dhe direkt në zjarr. Qepa është ka urdhithur, është momenti për të shtuar spinaqin. Kemi 1 kg spinaq, e shtojmë të gjithë në tenxhere. Edhe pse tenxheria do mbushet plot, duke qëndruar 10 minuta në zjarr të ulët me kapak, ai bie nga vëllimi. Dhe shikoni si është bërë një dorë spinaq në fund të tenxheres. E lëm sërish edhe 5 minuta të tjera. Ka lëshuar lëngje spinaqi. Fillojmë të shtojmë përbërësit e tjera, 3 lugë të gjellës me salcë tomateje. Shtojmë 1 filxhan të çajit me oriz, ose 200 gram, por 1 filxhan ose got 200 ml mban 200 gram oriz. Ndryshe nga mielli që 1 got 200 ml mban 100 gram miell, ndërsa oriz mban 200 gram. Për t'i dhënë më shumë shije dhe për ta bërë më të shëndetshme, unë po i shtoj edhe xhelatin kockash. Gelatina shkrin me njerë kur është në zjarr në temperaturë. Shtojmë 200 ml pana. Pana e bën tepër të shijshme buranin, edhe për ata që nuk e konsumojnë, jam e bindur se duke i shtuar pana do ta konsumojnë me dëshirë. E rregulloj me krip, pak piper të zi. Gjithmonë unë për 5-6 persona përdor vetëm 1 lugë të çajit me krip. I shtuam edhe këtë miksin e erëzave. Dhe si erëz të fundit unë do t'i shtoj në energjik. Erëzat gjithmonë mund t'i shtoni sipas preferencave të familjarëve tuaj. Por në energjiku i shkon shumë buranis. Shtojmë diku te 700 ml ujë. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëm të ziejë avash avash për 30 minuta. Unë punoj me zjarr të ulët, pasi ka filluar të vlojë, në atë moment unë ul temperaturën. Ja dhe si duket mbas 30 minutave. E lëm të pushoj për 10 minuta dhe më pas e kemi gati për të shërbyer. Me njerë ndryshon konsistenca. Duket si risotto kjo recetë. Është tepër e shijshme, e shëndetshme dhe me kosto të ulët. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.